Këshilli i Ministrave i ka propozuar Kuvendit dy emra për anëtar të Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë, një prej të cilëve është edhe ish-ministri i Financave Ervin Mete, më parë edhe drejtuesi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare. Ervin Mete ka një përvojë të gjatë në fushën e financave. Ai mori postin e ministrit të Financave në shtator 2023 dhe u largua në korrik 2024 për të pasuar nga ministri aktual i Financave Petrit Malaj. Mete ka shërbyer në detyrën e drejtorit të përgjithshëm ekzekutiv të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare prej muajit maj 2020 dhe më herët si kryetar i bordit të autoritetit prej muajit shtator 2019. Ai mban gradën master nga Universiteti i Harvardit në SBA dhe nga Shkolla Ekonomike e Londrës, i specializuar në të drejtë korporatash dhe të drejtë fiskale. Në periudhën 2013-2017 ka kryer funksionin e zëvendës ministrit të Financave dhe zëvendës ministri i Ekonomisë, përgjegjës për politikën fiskale dhe zhvillimin ekonomik. Një kandidat tjetër i propozuar nga Këshilli i Ministrave është edhe Jonida Prifti, një emër jo shumë i njohur nga publiku. Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë përbëhet nga 9 anëtar, njëri ndër to është edhe kryetar, guvernatori i bankës, e një tjetër zëvendës kryetar. Në mungesë të numrit të nevojshëm të anëtarëve, pasi 6 prej tyre i ka mbaruar mandati, Banka e Shqipërisë ka pezulluar mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës, nga ku merren vendime të rëndësishme për administrimin dhe veprimtarinë e bankës, zbatimin e politikës monetare, mbarvajtjen e sistemit bankar dhe financiar, si dhe gjendjen e tregjeve të parazë dhe valutore. Aktualisht, kandidatët me mandat janë guvernatori Gent Sejko, zëvendës guvernatorja Natasha Ahmetaj dhe Anastas Angjeli. 5 anëtar të rinj propozohen nga vetë Kuvendi i Shqipërisë, 3 anëtar duhet të propozojë Këshilli i Ministrave dhe 1 anëtar propozohet nga vetë Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë.